Çdo qytet ka një zë, por zëri i Elbasanit nuk është vetëm në muret e tij të lashta apo në rrugicat e tij të vjetra, por është tek ne, rinia që jeton çdo ditë në të dhe që i jep jetë këtij qyteti. Ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком. Çdo gur është dëshmitar i një historie. Këto rrugica kam parë tregtar, artist dhe student, dhe sot na shikojnë ne. Rinin që mbajmë gjallë qytetin me ëndrat tona. Elbasani nuk është thjesht një kujtim i së shkuarës. Është një urë që do të na lidh me të ardhmen. Темная ночь разделяет любимая нас. E shkuara dhe e ardhmja nuk janë në kundërshtim. Janë dy faqe të njëjtës histori, ku kujtimet, zërat dhe ëndrat ndërthuren me njëra tjetrën për të krijuar një qytet që frymon. Jetesa në Elbasan ndihet në përditshmërinë e saj. Aty ku fëmijët qeshin, gjyshi tregojnë kujtimet. Aty ku jeta rrjedh lirshëm. Aty ku kënga lind nga një kitar, ku duart punojnë me pasion dhe ku syt shikojnë me shpresë. Çdo hap, çdo zë dhe çdo gest i vogël është pjesë e një ritmi të madh. Këtu historia nuk shkruhet, por përjetohet. Në çdo ditë të zakonshme që bëhet e jashtëzakonshme. Në rinin lind shpresa. Në këtë copëza jete përjetohen çaste të bukura. Në traditat e tij ruhet shpirti. Në shkuara bashkohet me të ardhmen dhe në çdo hap të përditshëm shkruhet vazhdimësia e jetës. Ничего не случится. E shkuara është thesari ynë, e ardhmja është sfida jonë. Rinia është energjia që nuk i shtëron kurrë këtij qyteti. Elbasani është qyteti ku unë jetoj, kam rrit fëmijët, i kam shkollu, i kam martu, kam kriju jetën e vet. Edhe për mua është qyteti im më i dashur se këtu jetoj. Dhe ky është Elbasani që flet, së bashku me rinin që i jep zë. Надо мною она кружится, ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.